Miqtë e mi tonë të kështës, sot jemi një intervistë me një figurë të shquar në futbollit shqiptar, me një ish lojtar kombëtare dhe me një njeri i cili ka shumë për të folur dhe për dhënë këshilla sa i përket Shqipërisë në këtë çek ka shumë pendimtare. Jemi me Nevil Lendën. Nevil, përshëndetje. Nevil, si është emocioni tani? Ditët po afrojnë, e shtuar pak. Se njeri që merret kaq shumë me futbollin, për shkak ndonjëherë ndesh edhe futbolli i duhet pak sa vështirë, po komentare është një pjesë që vizesh. Gjithë një që jeni këtu. Përshëndetje. Sa më larg është ndeshja ti gjithmonë në London se do vi nesër, unë do ulem do ta shoh nesër në televizion dhe shijoj edhe në moment. Po sa më shumë afrohet edhe njerëzit, domethënë si ti, po edhe njerëz të tjerë për cilën energji domethënë, si do dalin, çfarë do ndodhi. A do dalin, sa do të dikush thotë sa përqind kemi. Kjo të mundemi. Gjitha këto se ngarkesë emocionale për të kënd. Jo vetëm për muzikë që tangohet, për kontare, apo sa fiku për të punë e kam kam klubin, por edhe për të thjesht që përcjell të energjinë të emocion, besoj që e bën që të filloj të mendoj shumë herë më përpara dhe besoj që e gjitha kjo po të bëhet bashkë energji kaq e madhe. Gjitha të shkojnë në drejtim të burë vetëm për... A mund të dohet një ndeshje futbolli vetëm me energji? Futbolli është sport kolektiv. Dhe energjia të gjithë mundi rasti që shumë outsider kanë bërë kampion në Europë. Kemi energji për ta mundur pëllimin? Është këllë energji, është komplejnjërës që t'i pista bërë? Jemi në momentin, ju kujtohet, fitoret Silvinjës dhe dikur dhe Bjazit, sa fitoret që ne nuk e prisë. Si do mos më përdojnë. Po përjetimi stadium ishte që të gjithë ishin gati kur po shënohet goli. Koma majtë Hasanit dhe në Polonit. Dhe sigur punon në nivel si për ty dhe ti një do vjen e mirë. Besoj shumë tek energjia e mirë dhe pozitive, pavarësisht se jo ajo mund ndodhi gjithmonë. Po në një sport kolektiv, grupi është gjithmonë shumë më i fortë dhe i rëndësishëm se sa individ. Nevil, po flasim për trajnerin Silvinjo, ka gjithmonë njerëz të cilët ndanë. Në pjesën më e madhe, ka shumë mund të akcentuar se Shqipëria nuk është më thjesht në pjesën e rezultatit. Rezultatet po vinë, por njerëzit nuk po kënaqen vetëm me fitore, duan edhe lojë bukë. Edhe ka njerëz të cilët mendojnë se Silvinjo po fiton por po rish shumë mbrojtje, dhe njerëz tjerë të cilët kërkojnë një futboll akoma shumë sulmues. Tani në mendimin tënd, në futbollin e sotëm, kush po fiton më shumë? Po fiton një ekip i cili ka mbrojtje më të fortë apo një ekip i cili ka sulm më të fortë? Sepse për mua për shembull prova ishte edhe ndeshja e vjetshme e Champions League-s, Barcelona-Inter, një shembull konkret me sulmin më të mirë nga Barcelona më të mirë të viteve të fundit të 20 vjet, kundër Interit me një futboll pragmatist, në mbrojtje dhe Interi fitoi. Kështu për çfarë vlen loja e bukur në fund? Por sa kohë bëhet fjalë për Shqipërinë, sidomos. Qëllimi, përgjigje e shkurtër, qëllimi është të fitoj mjetin, por shqyrë që Shqipëria ka ardhur këtë ditë ku çdo tifoz apo një shqiptar nuk ka rëndësi se në cilin troje jeton, për një shqiptar në të fojnë se kërkojnë ndjes, ka porë thani dhe të që të lujmë një komentare a jonë të lujmë pa fundi. Jemi në tollë parash. Ne tani duhet pranojmë dhe realitetet tona. Kemi thy pritshmërinë për çdo gjë. Me marr pjesë 2 herë në European, nuk është pak. Nëse ne arrim të shkojmë botror, a ka mundësi? Jo vetë bëjmë autobusin, po të bëjmë dy autobusat ciklisti, po s'ka ke porta jonë dhe ne me gjysmë të fiton atje, ne do të fluturojmë pa fund se po na njohë vetë qiell potra ose që ne pasim edhe futboll, përveç që jemi Shqipërinë besoj që e njohim, po atëherë për mua nuk bën shumë problem sa bukur lun. Pra Silvinjo për mua po drejton në mënyrën e duhur dhe në futboll gjithë kanë drejtë në fund. Diferencën e bën ai që fiton ose ai që sfiton. Po flasim sigurisht që kjo një mendim që dihet e për një trajner i cili ka pasur dy faza politike në Shqipëri. Në fazën e parë ka dalë në parë që për ty ishte historike, gjithë sprintosh Shqipërisë ka dalë për në parë, dhe tashmë për botrorin ka dalë në dytë që është po prapë historike. Çfarë mund të kërkosh më shumë ndaj trajner? Unë mendoj se Silvinjo duke qenë kapiteni me gjithë njerëzit që e mbështesin, duke filluar nga duke i pari, po mos na djem tanë. Por është aftësia, mënyra se si ai kompozon dhe si krijon kimia me gjithë lojtarët. Silvinjo ai që vendos për listën, për formacionin, për startuesit, për zëvendësimet, për çdo gjë. Po, domethënë gjithë strategjinë apo filozofinë e ndërton Silvinjo me stafin e tij. Që meriton komplimente. Gjithë ato që ti përmend janë fakte, janë rezultate dhe janë të faktuar, do thotë që
s'kemi qenë kur dytët në eliminatorit botëror, domethënë që është sukses. Po shty deri një, më thonë za rekord. Domethënë është bërë një arritje sportive në futboll shumë e madhe. Dhe besoj që duhet të heqim gjithë kapetin si Vinjas, edhe sikur mos t'ia dalim që askush nga ne nuk e ron këtë. Pra ne duhet të themi faleminderit që të paktën na dhe një shans për të shpresuar dhe ne shpresojmë deri në nesër me Poloninë apo edhe në finalen e madhe pastaj pas Polonisë. Po ne po ka dhe disa specialistë tjerë që kanë një mendim tjetër. Thonë që Silvinho është shumë e fatë ka brezin më të mirë në dorën e vet. A duket ky ty brezi lojtar brezi më mirë pas më Siç është Silvinho me fat mund të jetë edhe këta lojtarë dhe ne me fat që kemi Silvinho çdo gjë është si që po diskutonin në momentin e dukur sa gjërat ndodhen dhe të bashkohen vetë. Po. Këtë moment, inshallah të jetë ky bashkëpunimi i dur dhe të jetë ne ta kemi përndër që kemi Silvinho dhe Silvinho ta ketë përndër që ka Shqipërinë dhe këtë grup lojtar. Po fund fare të arrihet ai qëllim që ne kemi të gjithë bashkë. Kjo është e vështirë, patjetër, shumë e vështirë. Ndoshta përqindjet po të futemi në statistika numër, ndoshta normal që ne jemi asajtë për bati Polonia dhe Lyçkin e tyre, në Varshavë. Po që si ne duhet të shpresojmë. Tani, kritikë do ketë gjithmonë. Po nuk janë shpika. Në mendimin tim ndjes, do më duket sikur po bëj filozofi. Janë shpik media, janë shpik debate, janë shpik studio, se ka mendim ndryshe. Zot kush e di futbollin. Tani unë nuk mund të them që ai kritiku e ka gabim apo ka drejt. Unë ka mendimin tim dhe duhet të mbroj mendimin tim. Unë e shoh futbollin në këtë kundërshtim. Normal që unë nga ana profesionale s'do futem me njëri që nuk kanë formimin tim profesional, që unë diskutoj me atë se nuk është korrekte. Ai ka drejtën e tij, unë kam drejtën time. Ajo që thash fillim, diferenca në futboll e bën në rezultat. Por mua para nesër kanë gjithë drejt, mas nesër. Atë fillon. Po flisim pikërisht për këtë pjesën ku universi ndonjëherë bashkëpunon për të bërë atë gjën madhore siç është edhe në kohën e Shqipërisë me Debiazin, që ishte një bashkëpunim i tillë ku Debiazi nuk bëri dot më pa Shqipërinë dhe Shqipëria nuk bëri dot më pa Debiazin. Pas disa vite domethënë. Ishte të krijuar për njëri tjetrin. Drejt, më pëlqen kjo inteligjente ky post. Po. Dhe tani po kalojm pak sepse folëm për Debiazin dhe duam të kalojm pak edhe tek Armando Broja. E kam ndjekur Debiazin para disa kohësh, ishte në një emision te Gerli Çarçani në Skanër dhe kur u pyet se çfarë mund të bënte Debiazi për Armando Brojen, mori shumë diskutime këtë mendim të Debiazit, ishte mënyra se si ai mendoi se si Broja mund të shpërtende. Ai tha do të shkoja në Londër, do të takoja të pija kafe me Armando Brojen, do rija një ditë, 2 ditë me të, për të parë mënyrën se si ai logjikon gjërat, se si ai është edukuar, se çfarë jep atij entuziazëm. Pra për të parë dhe Brojen si njeri. Dhe do ta trajtoja si një gjë ndryshe për të arritur në atë sukses ndryshe në Shqipëri. Më pas kemi pasur dhe një reagim tjetër nga Vasil Ruci, i cili ka thënë që Broja duhet bëhet me fëmijë që të jetë më i përgjegjshëm dhe kështu mund të shpërtej. Ndoshta edhe Ernest Muçi ky është arsye pse shpërteu u bë me fëmijë dhe do rishoj nga koha e Besiktasit. Nuk e di, një mendim i joti që çfarë mund të bëjmë këtij Armando Brojas valla që të shpërthesh për mohabeti. Si mund të shpërtej ky njeri? Ai sikse ka unë një që të vogël, jam një nga njerëzit që unë i kam dhënë mundësinë, normal, mua më shëton mundësia të ishe trajneri kombëtar i Shqipërisë në 2019, vitet 2018-2019, dhe për herë të parë u hap dhe tregu i Anglisë, ku kishte shqiptarë që militonin aty. Kënë nga Bajrami, kemi bërë një stage në muajin shkollë, mos gaboj, dhe u evidentuan Anis Mehmeti, Armando Broja, kanë qenë dobra, kanë qenë shumë lojtarë, ata që dhe Broja që atëherë pastaj do të bëj një lapidar kombëtar shqiptar, sepse hapi dyrët e jetës, i hapi karrierën përsëri nga fillimi. Ishte pjesë e Chelsea, po ishte rezervë o 18-s, s'kishte shnuar asnjë gol, ndoshta një gol mos gaboj, dhe në momentin që ka shkënuar kombëtar shqiptar, ka shënuar gola pa fund, pra i ndroi rrjedha e jetës. Domethënë në fund të sezonit ka qenë në Chelsea në madh. Pra brenda 3 muajsh i ndroi gjithë rrjedha e jetës. Po ti thua që Shqipëria mori për herë të parë momentin që ishte pjesë e Chelsea në stol, te U18. Po, është. Isha në stol nuk është shkuar fare. Është vërtet. Ky fakt. Dhe këtë se mund do të as vetë Broja, dhe besoj duhet të jetë shumë mirë njohës, dhe i ka borxhe kombëtarët shqiptarë, nuk ka rëndësi fanella e kujt moshe ai do përfaqësonte, apo tani përfaqëson kombëtarin e madh. Po kush ka treguar si emër Armando Broja, si kontakt me atë? Personi që ka bërë kontaktin e parë dhe për disa vite pastaj punoi scout, sepse
Atë me mburi që kam hap tregun e gjithë shqiptarëve në Angli për futbollin. Kjo është një rritje e madhe. Po, Enzo Alie ka qenë. Tani nuk besoj që është më pjesë E e skautizmit dhe Enzo një djalë i rritur në atë lagje ku jetohet, takojmë rastësisht në Rinas. Po. Unë përcjella gocën e madhe që shkonte në shtëpi në Gjermani, ku jeton dhe studion të atë. Ai më flet në të provë duke i kape, ulemi dhe thot këtu. Kam ca kontakte me sanitare. Okej, thash unë të flas me drejtorin teknik që ishte atë Mustadana, ai ishte dakord dhe bën stage që ju thash në shkurt. 6 datave zyrtare të UEFA-s apo të FIFA-s, djem të pranohen dhe aty pastaj u evidentuan. Ata i kishin si broja në atë moment, ishin militarë me shumë të madhe përpara. Ernest Muçi vetë ka qenë kapiteni i Unionit. Në atë periudhë tha profe ku ke gjetë tënd. Ernest Muçi. Po mirë tani kur të tha Enzo Alia që ke këto emra që mund të bëti që këto është Armando Broja ta veçoj nga ta, po ta bashkë tjetër. Ishin blok. Ishin blok gjithë. Do të thonë edhe për vetë Enzo Broja nuk veçoj nga ta. Thjesht i dha një mes. Tani rezervë u 18 Chelsea-t. Po, nuk u dha. Enzo ndoshta u bë më i aftë dhe u bë scout më vonë, pse më marrë më futboll, por në atë moment edhe Enzo ishte pak eksperiencë. Po mirë, si ka qenë ky bashkëpunimi Muçi Broja në pjesën e grup moshës. Unë Ishte një kimi mes tyre. besoj që unë kam thënë ndoshta ti përmendë Çarçanin në një emision tek Çarçani shumë vite përpara, ndoshta vitin 2019-2020 kam thënë plot gojën që në vitet e ardhshme kontrata shqiptare do prodhoj gjithmonë më shumë lek. E kam dëgjuar se. Dhe kjo po vërtetohet tani. E kam dëgjuar të dhe mbajmë. Dhe nuk ka shkollaj, vetëm nga një brez, vetëm nga një mosh, janë dy lojtarë talentuar, atë pavarësisht se nuk e ka justifiku as Broja as Muçi. Ndoshta nuk ishte dhënë mundësia sa duhet, ndoshta ata s'kan bërë sa duhet. Pra çdo gjë nuk e gjen dot, nuk ka formullë saktë, po besoj janë talentuar dhe tani ka ardhur momenti i tyre, nëse do të jetë sukses. Shko, ne po flasim për dy lojtarë nga ato të cilët pritet shumë nga Shqipëria. Dhe prandaj jo më kot të pyeta që në momentin që ti i ke para të në një ndeshje apo në servit. A ka pasur një fillim mes tyre se dy lojtarë të cilët mos kanë luajtur asnjëherë me njëri tjetrin, po i kin njëri tjetrin dhe s'u mbyllën domethënë. Është një lloj. Është vërtet. Unë isha kam një fakt shumë domethënë se kur ju më bëri pyetjen për Debiazën dhe debjova pak, jo pa shkak. Debiazë tha do bëjmë Broja këtë apo këtë. Po. Mendoj që pak në të gjithë drejtorinë përkatëse duhet të t'i thrasin pak menjes në federatë, drejtori përkatëse teknike. Duhet të marrin në analizë dosjet apo të dhënat CV-n e të gjithë lojtarëve. Kush ka punuar me Broja, kush ka qenë në Rildet Albambushi, tjetër. Dhe i të gjithë të dhënat nga këta njerëz. Por çka karakteri ka kush është si e formuar po. Rasti Bajrami është e dytë që pato tani shikis sportivisht. Nuk kam asgjë me djalin Po. mbrojtësin. Ka ardhur, ka debutuar një ditë me Brojën. Më 3 muaj që më ka lëmëruar trajner falë, unë do të them luaj prapë në Zvicrën. Unë kam lëmëruar direkt presidentin tonë, ai më thon vetëm tutur mesazhin që nesër mos thot askush që ne po të tregojmë se Mos ka dalin keq domethënë po. dhe Ardian Bajrami një lutëm prapë me shpirt prapë iku, pra ata e kishin një rast, pra ne sektori teknik atë duhet të jetë i përgatitur të di historikun e çdo lloj futbollisti sa ka shkel në kombëtar shqiptar. Prandaj Debiazi mund të jap drejt thotë, vëllai do ikit atakoj atje. Dhe këta miq tan këtu që kemi që gjithë ju urojmë sukses dhe të bëjnë sa më mirë punën atje. Nuk duhet të humbin kontaktet, nuk zbulon askush. Në Vildete nuk e ka zbuluar vet. As Armando Broja as Muçi, ata kanë qenë futbollistë. I ka dhënë mundësinë, në Vildete si dha mundësinë Federata Shqiptare e Futbollit për të drejtuar. Nevil, unë kam quajtur këtë lloj ndeshje me Polonin si diçka ndryshe që mund të shkojmë me Armando Broja. Ndjes. Po. Duket se kanë filluar më plak. Pse? Me Armando Broja dhe me Ernest Muçi ne kemi mund Polonin në ndeshje miqësore këto 3-1. Ka qenë dhe Marvin Çuni brenda, ka shënuar gol Muçi. Broja jo më duket edhe Marvin Çuni. Po më kush e ka nga bukur. Po imagjino sa lojtar polak do jenë përballë nesh aty në 2001 aty. Të shohim. Mund të jetë prapë bashkëpunimi Muçi Broja aty. Diata e di si Vetëm Marvin Çuni mungon, po atë e Silvinho. Eduardo Tafi. Po ta çon deri në 2001 se 0-0 po se Ja, Nevil, po flasim sigurisht po flasim pak për Brojën, edhe dua të di ka njerëz që mendojnë se po flasim për lojtarin më të mirë të Shqipërisë, ndoshta ato 30 viteve të fundit. Për ty është i vërtet ku dhe konstatim. Claudio ha diskutim.
ndoshta në vitet kur unë e kam drejtuar në 90-at, perspektiva pritshmëritë që ishin tek ai mund të flisim atë dhe unë mund të them me plot gojë. Vallai s'kam parë një këtë lloj futbollisti, këtë lloj sulmuesi, këtë lloj profili, këtë lloj pozicione, me këto cilësi teknike, fizike apo edhe taktike. Në atë periudhë, ndërsa tani është 20, do të jenë 2001, pra është 24-25 vjeç. Nuk është se ka bërë një të madhe karrierë, ka luajtur klube të mira gjithë, patjetër, ka pas kontratë të mira, patjetër. Por nuk ka tregu potencial, as 30% potencial. Flasë për lojtar i cili ka 2 vite i dëmtuar, 3 vite i dëmtuar dhe pa shkuar gol dhe prapë shkonte Burnley në Premier League. Pra, ndërkohë shumë lojtarë tjerë, anë kur bëjnë ato momente tyre të këqija bien nuk e di në Danimark, në Zvicër, ndërsa Broja sado biesh prapë në Premier League. Drejt, i korrekt, se unë prandaj po mundon që të përmend që ai po vazhdon në Premier League. Pra, siç ne shqiptarët apo edhe unë që e kam drejtuar për të shumë drejtues të tjerë, shpresojnë tek Broja, edhe në Angli shpresojnë se nuk kanë lyth mend klubet e tjera. Investojnë po. Patjetër që ata presin pafund. Ai më mirë është gati të harxojë edhe 1 vit duke paguar kohë për Brojën, edhe 2 vjet. Po shporthojë pastaj ai mund të bëjë çuditëra. Si do ta them rrapsh dhe fish. Mund të bëjë çuditëra me cilësi. Sot Armando Broja investoi thjesht për një moment. Klaudë, në Shqipëri, ju kujtoj rastet e rrethona kam thonë në plot gojën media live. I zgjati kontratën në Armando Broja re së tërë. Bëni 2 gole me Polonin që do të janë në Marin, po. 2 topa, një këtu, një në Budapest. Në Budapest, është vërtet. Pra Broja mund ta bëj edhe nesër këtë punë. Mund të ketë 1 vit pa luajtur, po e kaq ai cilësi sa mund të bëj. Një shpërthim, një triblim, një dy luftim shëtësie. Më rrjedh çfarë do ato në vet, do të jetë ata aty dhe po. Dhe pikërisht për këtë po flasim pak më parë, që po flasim për Brojën dhe për ndeshjen tani me Polonin. Për mua në konstatimin tim do ta diskutoj edhe me ty, nuk e di sa vërtet është. Armando Broja po vjen për herë të parë te Shqipëria, jo më me stofin e yt. Mua më duket që kjo është hera e parë ku Armando Broja ka me stofin e yt. Do të thonë atë magjinë e tifozëve, sepse tifozët janë lodhur tani. Janë lodhur dhe kemi Ernest Muçi që ka dalë mbi Armando Broja. Për shkak të golave të çmuar, për shkak të performancës së tij dhe nga gjithë këto lodhje dhe për performancat e dobta të Brojës si me kombëtarë ashtu në klub, ka bërë që Muçi të jetë figura e parë. Unë mendoj dhe dua të pyes aty në vit. A mund të jetë kjo ndeshja ku Armando Broja të shpërthej edhe për faktin që nuk ketë pak mllaf të mirë, më thojë, brenda vetes, për faktin pra që nuk do të jetë më i përkëdheluri, duke parë dhe ti natyrën e Brojës, sepse ti e ke drejtuar Brojën, karakterin e tij. Kur vjen një moment që Broja se humbë vëmendja, si reagon Armando Broja? A është më mirë apo është më keq? Broja është pa vëmendje tani. E drejtë është edhe besoj që ka shumë elementë që flasin në favor të një performance të mirë të Brojës. Ne po diskutojmë, ne nuk e dim se ndoshta si bien ose herë. Po Broja dëmtohet Mane. Se po të ishte Mane ndoshta përqindja që Broja të ishte startues pra titullar në Poloni ndoshta do binte pak, patjetër. Po. Pra nuk është sigur. Unë mendoj që shumë e rëndësishme këto 2 ditë apo 3 ditë që do jenë bashkë, stafi pra Silvinjo me lojtar. Më shumë diskutimet janë në për tavolinë, pra lexim çfarë gjendje psikologjike kanë lojtarët, çfarë motivi rrugët edhe metodat se si do motivojnë lojtarët. Ka të bëj pak, domethënë taktikë, patjetër që taktika është e rëndësishme, po me kaq pak kohë dispozicion, çka është këtu, pra nëse Silvinjo e shef që ai është mundëri gati psikologjik, gati, nuk u mbet asgjë për ta idë direkt në fushë. Do shkoj pak në imagjinat dhe pak në fantazinë e tij. Nëse do të ishte një superfuqi natyrore, fakti që Mana është dëmtuar, Daku është dëmtuar. Dhe shikojmë listën e sulmuesve të ne. Armando Broja, Ernest Muçi, Kurdo Uzoni dhe Nedim Rami. Pra këto dhe mungesë dëmtimesh të Mana e të ta. Veçanërisht të Mana që të luan dhe si titullar të Shqipëria. Për këtë do të isha fati, për këtë do të isha shkruar rruga. Kujt do të jetë? Për Brojën po flas. Për Brojën po flas. Po. Edhe Muçi domethënë. Po Muçi prapë sulmuesi 2 do jetë, ose do jetë një gjys wingeri, pra një gjys sulmues. Pra në këtë momenti mund të themi që po punon për Brojën. Brojës janë hapur rrugët tani, jetë si dikur kur jo hapën në Prerë në Shqipërinë. Janë pjekur kushtet po që ai të bëjë gjë. Besoj që po. Nuk di çfarë do vendosi për Uzunin, me thënë vërtetën Silvinjo, po gjithsesi mendoj që me këta emra që ti përmendë Klaudë, i duhet edhe një figurë tjetër
sulmit ton me cilësitë që i mungojnë pra me muskujt e manet apo dhe të një lëndak. Ndoshta edhe Seferi do të ishte të brëndosht. Se dhe numri është shumë i limituar. Do thush, profe, në vit sa sulmus do përdori në një ndesh apo në dy ndesh. Me pas e një aty mund mungon të një mbrojnë, se mund mungon të një sufshor nuk përbënde një problem madh. Shikoj, ka dy lloj mendimesh më të bëjnë një ndesh me njëri tjetrin shpesh. Për pjesën e listës së Silvinjos. Silvinjo është dorëzuar dhe për parë ka marrë si Enes Muçin dhe Anis Mehmetin. Domethënë në logjikën e parë ti mund thuash, okay, është e gjitha sulmuese, bravo Silvinjo, gjitha me radhë për faktin që ka guxuar, i ka marrë 2 edhe nuk luajnë domethënë. Por është në një logjikë tjetër. Po sikur Silvinjo të vazhdoj të jetë njëjti, të mos ryshoj fare, dhe të presi që Poloni në Shqipëri dali 2-0 dhe tifuzit të dy. Kjo në momentin më thënë që desha ka marruar të thotë ja po i keni s'bën asgjë tani po shoni, qetësoni. Dhe duhet të kujtuar edhe diçka edhe për sportarët që na ndjekin tifozët, që përveç ndeshjes me Polonin, edhe në rast fundit me Polonin, Shqipëria do të ketë një ndeshje tjetër. Po nëse në Ukrainë zonë se do luajë çiftin e humbs. Po, do luajmë me çiftin e humbs. Do të thotë pra që nëse ne humbim larg qoftë me Polonin, ka dhe një ndeshje tjetër ku Mehmeti dhe Muçi mund marrin më shumë minuta që të bëjnë për të ardhmen e gjitha këto. Pra, konfirmimi i Muçit dhe i Mehmetit në këtë lloj liste nuk garanton asgjë. Nuk garanton asgjë. Patjetër që nuk garanton asgjë. Patjetër që jemi mësuar me Silvinjo mos të vizi shumë nga zgjedhjet e para që i ka bërë gjithmonë. Besoj që Hasanin e ka vështirë ta fusilojë. Siç edhe Nedim Bajrami shumë pak minuta pa pratje, pavarësisht se sporadik, po me disa minuta, po nuk është në nivelin edhe në performancën, po edhe në gjithë që po kalon si Muçi dhe po si e shikon një tipin e një trajneri i cili do të dalë gjithmonë kundër turmës. Janë trajnerë që ekzistojnë në botë, por i kemi më pak të tregun shqiptar. Pra trajnerë të cilët kur gjithë thonë që ikje brojnë, ai do ta baj. E duket si i shkon për inat, thjesht për të dalë kundër njerëzve. Kur thonë vëre këtë nuk e vendos. Nuk mendoj kështu, e di pse nuk besoj që një trajner do të ketë armiqësi me tifozët në mendim. E do që të gjithë ta duan, të gjithë ta mbështesin, gjithë përcjellin energji të mirë, jo për trajnerin vetëm, se trajneri mendon shumë për skuadrën, se po pratin skuadrën në rregull, edhe trajneri punët në rregull i ka vëse, se skuadra do të mirë. Dhe emri i trajnerit delegohet ka bërë punë mirë, Po ka momente që shumë trajnerë kanë bindjet e tyre dhe nuk dorëzojnë me bindjet e tyre dhe mirë bëjnë. Unë jam një natyrë tjetër, jo se duhet dalë kundra njerëzve, po momentin që jam i bindur që e drejta është do zgjedh për shembull ka rastin Claudion për fut me lojë dhe jo në vitin, atëherë unë do të vazhdoj mendimin tim. Po. Dhe se ka një gjë shumë të rëndësishme që shumë njerëz apo tifozë përgjithësisht nuk e dinë ose nuk e s'kan për ta dinë. Trajneri është një drejtues dhe drejtuesi ma përgjegjësitë e veta kur bën zgjedhje. Si të mira, si të këqija, duhet të ketë edhe mënyrë të ketë ndonjëra për ta pranuar edhe gabimin, po edhe për të marrë përgjegjësitë e tua. Ky vendimi im dhe çu do bëhet. Po. Profe, dua të ndaj pak tek Enes Fusha. Kam një tjetër Konstantin nuk e di, po jemi të ndëndin për shembull. Kam ndeshje ku edhe Enes Fusha janë shkëlqen. Është më mirë si më thon. Po prapë duket sikur diçka mungon aty. Ajo është nuk e di, roli i lojtarëve, pra filozofia e lojtarëve, mënyra se si ata luajnë është e njëjta. Për shembull, tas për Aslani. Normalisht Aslani ka disa tipare më ndryshe nga Sheu, për shkak të kopave të gjatë, fakti që luan me dy këmbët, lëshon e prerë nga distanca, ka një mënyrë tjetër të luajturit. Po prapë Enes Fusha jon, edhe kur luan mirë, prapë më duket sikur diçka çalon aty, shpejtësia e topit, shpejtësia e mendimit, nuk është 100% e vet, nuk është shumë e zhdërvjellët. Kush është problemi te kjo lloj linje mes fushës që ne kemi? Jemi 3 njerëz mes fushë, po prapë jemi shumë të dalë. Okej, je shumë drejt. Po, çfarë secili kanë? Kemi ne një profil, një organizator mirëfillt, ne nuk e kemi. Pra ne me cilësitë që kemi edhe Aslani, në gjithë skuadra vjen ku ka qenë Brapus, ka qenë, nuk ka qenë ndërtues. Po, e them në gjuhë të thjeshtë njerëz ta kuptojnë. Jo personalitet, nuk Brozovic. Ti nuk ke një tip Brozovici që unë po përdor emra që njerëzit ta kuptojnë. Nuk ke një tip Barele, nuk ke. Ne kemi lojtarë Brapus. Sheu është Brapus, Qazim Laçi është Brapus, Ramazani është Brapus, ne kemi të Brapus. Ne nuk kemi personalitet. E kemi si nuk e di, ke lagje, por kemi qenë të vegjël, kishim njëri që ishte më i mirë
Her pas here kur lunin me lojtarë të fortë tjerët, ma jep topin mua kur ke hall pastaj. Tani ku jam topin e kur kemi hall? Gjithë shihen. Po jo, nuk e ka mundësinë, jo. Nuk e ka mundësinë. Jo në pjesën e Jo, batë. sa shumë do i piqe po më dasim pa. Jo, ishte në pjesën e batë. Jo, po flasim për cilësi. Pra ne kemi një shumë profil lojtarësh të njëjtë. Prandaj që ndoshta shumë herë Po nga Shqipëria dhe Bjazit, kush do të ishte ndërtuesi më i mirë që mund ta fosim këtë Shqipëri? Një lojtar të asaj kohe, nuk e di Miguel Basha. Miguel Basha deri diku vinte një profil si skela dikur apo si Ishte lojtar elegant. Pra me breza, me me breza ne kemi pas një vjesht të mirë apo një teç të mirë, po nisë çuat vjeç. Po thënë ka qenë Bedar Kola, ka qenë Sudëmëllari i madhi, ka qenë Bedar Kola sipas brezave, pastaj Ervin Skela, tani po na mungon. Mundet që ky diskutimi i fortë për Muçin për shumë vite, për një vit apo 2 vite përpara, pavarësisht se Muçi po profilizohet si sulmuesi i dytë i pastër. U tentu pak për Nedim Baramin, pa ai është si tip sulmuesi i dytë, më shumë sulmues ansor. Nuk po lind ose nuk po e gjejmë dot, pra Silvinho. Një pikë pyetje mund t'i vejun tani, të them këtu e kemi nusë në Nevildete që po gat, na gjen një ustad aty ke mezi fushës atë. Gjen njërin. Na duhet. Pra ku është? O ik merja Kosovës, apo ik merja Maqedonisë, një shqiptar tjetër apo. Gjen se është roli fundamental. Siç ka gjet Mitan, siç do të ata dy djem deri ky djalë që do ta heku tani po mërcimaj. Siç ka gjet Bilo. Po ka bërë gjetje, gjithmonë ka bërë gjetje. Tani me sful është më kollaj me gjetje se mërit më të bukur. Po nga kohë që ti për shembull e ka ndjekur Shqipërinë në grup moshë, gjitha këto ka pasur mes fushor. Nuk ka pasur për të mirë, domethënë. Zhantarët e Brojës nuk kanë pasur për të mirë, ka pas dhe të mira, po ka vazhduar në ecën nga gjitha moshë. Në vit dua që të ri pak më sa gjithë, sa i mungon se Shqipëria më nëse ti. Arman Sodiku për mua ka një merit veçantë. Dhe më fal, ai ka marrë maksimumin e karrierës së njëri. Aty. Prandaj maksimumi i Sadikut. Prandaj po thotë, pse do çfarë do bëj Sadiku më shumë tani më ndo, ka luajtur në çdo nivel top. Po mor, ka çfarë do bësh më shumë më tani. Në fund bëhet një ka marrë Champions League po. Çfarë më bëj? Vapa një do të arri deri ke çipi Champions League. Jo sepse Sadiku për mua ka marrë maksimumin dhe lajton komplimente dhe bravo Mallsi. Atë ka filluar në nivelet më të ulta në futbollin shqiptar. Që i vogël, ka luajtur ka shumë çavike me radhën e san, durit parë. Ka vajt nivele jo lartë në fillim karrierës dhe në Zvicër, që ose kujtohet, dhe pastaj është një karrierë në mënyrë graduale. Rasti Sadiku është rasti i Vedat Noviçi, rasti Altin Lada, Altin Skela, ka raste pafund tilla. E kanë merituar dhe e kanë ndërtuar nga zerove. Pra çdo gjë kanë marrë me punë, me këmbgulë dhe me talentin e tyre. Ka dhe tjerë që kanë pas gati. Rasti Broja, valla ke lind ke Chelsea valla tani. Tani bjerin topit mirë. Shiko, duam të bëjmë pak krahasimin mes pjesës së sulmuesve shqiptarë. Nëse sulmuesit e Kosovës, sa mund të thotë Vedat Noviçi është lojtari sulmuesi më i mirë. Për mua janë dy, për mua patjetër. Nuk kam vënë diskutim këtë pjesë. Sa gole po tani në La Liga. Duke luftuar me Mbappé për vendin e parë në Villashmus. Kjo të numrat flasin. Dhe ka kriju varësi. Majo ka kriju varësi në performancën e tij në fushë, siç edhe Kosova ka varësi në performancën e tij. Ato nuk bën dot aq forca janë si Kosova dhe me. Ti the që i ka thënë shumë thonë parë pjesë konstatimit. Ne do prodhojmë lojtarë. Dua të pyes pse Shqipëria apo Kosova nuk prodhon një yll botror. A është pjesë e mentalitetit tonë? Marrim rastet e kësaj lojtarëve. Edon Zhegrova, Lili Juventus, historia që nuk po shkon siç duhet. Armando Broja e Chelsea, historia që nuk po shkon siç duhet. Reymana e Inter de Barcelona, historia që nuk po shkon siç duhet. Adnan Januzaj po njësoj. Pra kemi kaq shumë emra që sa vjen ato pikën e tyre në majë më të lartë, aty bien pastaj. A është pjesë e mentalitetit e mënyrës se si i mendojmë gjërat si shqiptar, që kënaqemi shpejt, vetë kënaqemi shpejt. Për shembull mua kujtohet edhe më ka thënë një trajner këtu pjesë e futbollit shqiptar që nëse shikon ta dy shqiptarë në një ekip ta, bëri vizën dyve se asnjëri nuk ka përpara ata, sepse do fillojnë me ato budalliqet e veta që mos të dalë nga toka shqiptare, sepse shkojnë në Kroaci dhe i duket Zagrebi se janë në mënyrë kategorike në ndërtimin. Po, sepse
ne duhet bëjmë të kundërt, ne duhet të lopojmë dhe prodhojmë aq shumë talent. Të gjithë shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni Veriut, Malzi, kudo, prodhohet aq shumë talent. Jemi aq shumë të jetur. Dhe e duam futbollin aq shumë se prandaj po prodhojmë kaq shumë. Imagjino ne jemi shtetet vogël ku numër popullsie krahasim me të tjerë. Në numër tani, domethënë, vjezor tregosh numrin e popullsisë sa i lagje vogël e qytetit madh apo. Dhe ne po pretendojmë shkojmë në kampionat botror. Po ne nuk kemi bashkëpunuar sa duhet, po kjo mund ta pranoj. Pra, jo një shqiptar ku të shkelin në një ekip, po aty të krijohet një koloni shqiptarësh, siç krijohet koloni kroate, serbe, greke, ku diun. Ndërsa për sa i përket qëndrueshmërisë psikologjike, rritjes, pra karrierës gjithmonë në rritje. Pse nuk doli një shqiptar ndryshe dikush që ta mbajë atë? Jo, më ke vetë Muriçi në Bulgar, Altin Lala nga po historinë për klubet e tij. Altin Lala me Hanover në zot atje. Okej, po dhe vetë atje njëjtën Skorpionsat në Hanover, pastaj po. Klubi i Hanoverit në Altin Lala po. Po, Vedat Muriçi ka kupton historinë. Kupton që nuk është në top nivelin në kuptimin e ekipit më të mirë, tipo Barcelona, Real Madrid, po flas për këto lloj ekipesh. Ne kemi pasur do vi koha, se çdo gjë është në kohë. Se Kosova sa vite ka avur që është shtet në vete, 10 vjet. 10 vjet kemi, do të thonë, tan të parë shqiptarë që ikën nga Shqipëria në 90. Tani po, do të thonë, janë rrit fëmijët e tyre që po luajnë futboll. Presi i parës. Tani që thua do vi kohë tjetër. Nuk na ma pak truni, si jemi Ballkanës, kjo pranohet. Nuk na ma pak. Po ka edhe raste të tilla, pra që nga zero ne jemi gjithmonë ngritë, nuk lëm sparin dot në luajtë me Barcelonën, dikush me Realin. Do të pikojmë më vonë. Do të thotë mua më kujtohet një intervistë që ka dhënë presidenti i Lilës para 6 muajsh apo 5 muajsh për Edon Zhegrovën. I thanë, a do largohet Zhegrova nga Lila, do largohet dhe i tha një gjë shumë. Për mua jo tani, nuk është akoma gati. Nuk është akoma gati sepse Zhegrova sapo bën një gol, ikën uria për shënuar golin e dytë. Nuk shënon kur 2 gola. Kënaqet me një gol. Dhe ky është Armando Broja të Southamptoni, që ne gjithë e kemi vlerësuar. Por Broja të Southamptoni pasi bën një gol ndalon në skuadrën e futbollit. Është drejtë. Është shumë drejtë. Kjo ka të bëjë me mentalitetin dhe sa durojmë ne. Por nuk do të thotë që ne jemi genetikisht të gjithë kështu. Se kështu kjo ndodh edhe me shumë brazilianë në botë. Ka luajë 2 vjet futboll dhe kanë futbollin apo? Kjo sa dur raste të tilla. Një latin, do të thonë një uruguajan, një argjentinas. Që mbylqeni deri 40 vjeç aty do luaj kush, në nivelin më i lartë. Nuk e di si janë ndërtuar popujt ndrojnë nga njëri tjetër, kupton? Besoj që edhe ne shqiptarët do vijë një moment që edhe ne do prodhojmë, do kemi një tonë. Po ato edhe ne kohë. Profe, ngelemi pak të ndeshja me Poloninë. Tua jo me mënyrën se si do luaj si vinjë, po mënyrën se si ti pëlqen futbolli, se si ti ke qasën e futbollit. Me këtë lloj ekipi që ne kemi, kush do të ishte pak të ndreshja jote sulmuese? Nuk po zatar ekip. Bëj skip, do të bëjmë pak si tip kopit. Unë duhet vetëm që të do të neshë gjysmë 0 me penalti, po se do vetëm të fitojmë. Mos më mërzit kjo pyetje që do. Okej. Po pjesa e Ernest Muçi do të jetë titullar. Do të jem vend. Unë fola shumë për Muçin, për Brojan, për gjithë. E rëndësishme që mos gabojmë Brojt. Kjo është më rëndësishme se lidhet. Që ne ta shohim neshin deri në fund dhe ta shërim deri në fund. Pastaj pas patëm fat është tjetër histori. Po që jemi zoti polakët patjetër që do e pranojmë pastaj në realitetin, kur janë zotë çfarë të bëjnë. A duhet bërë një farë pressingu me lart të kuptimi për të dalë kundër skemave? Mos u kërko tilla. Jo, okay, do të dalë Kam respekt për çdo trajner, edhe Shqipëria më i ulët. Okej, ta fjeshtoj. Shqipëria fiton nëse Polonia Shqipëri ngelet 0-0 deri në minutën 30, apo duhet të godasin në fillim? Mund të bëjmë negociatim. Unë e thash. Domethënë, që sa më shumë unë e thash, ne nuk duhet të bëjmë. Mendon se kemi si nëse gabojmë mbrojtjen, ne do kemi gjithmonë shanse për Tiranë, minimumi penalti. Minimumi kemi për Tiranë penalti, në qoftë zgabon. Në penalti fiton ekipi i madh. A shohim atë? Si funksionon ruleta, se ti e ke raporti, unë e di që raportin me matematikë se fëmijët e mi janë shumë të fortë matematikë dhe mësojnë edhe ca formule të ndryshme. Po ne kam 10 fëmijë. Raporti i penaltive, nëse gjuan 10, 7 shënohen për 3 shpërdoren si të bën. Edhe janë rrallë do që janë 10-10. Është shumë 5-5 qofse po tysh në statistikë me numra. Dhe ke këto 7 që do shënohen,
Po të godasim ne 4.000, ata 3.000. Okej, ne vinte për ta mbyllur, duam të flasim edhe pak për mënyrën se si po komentohet që ka një ndërsim shumë të madh për çfarë. Kjo është mirë për ne. Kjo është gjë mirë që nuk e pasoj. Po vetë ne si mendon se kemi marrë Poloninë? Sepse po flasim për një kombëtare që sigurisht është më mirë se Shqipëria, po nëse ne pyesim njëri tjetrin tani që kë ka lojtar Polonia, në fakt nuk si shumë emra. Nuk jo është Lewandowski, Zielinski dhe kaq. Nuk ka emra shumë të tjerë. Dhe nuk dua që të dalim o vëlla në këtë pjesën që e lozëm me Italinë ndeshën evropian. Tham do fitojmë, jemi shumë mirë këtej andi dhe në fund humbëm dhe pastaj tham, okay, kishim frikë nga Italia, po si është Italia më e mirë diktatorave. Humbi. Në Maqedonia befasoi Italinë. Do të thotë deri ku do të shkojë respekti për tjetrin. Mos e temprojmë. Unë mendoj Se Polonia atje di shumë mirë që mund shkojë deri në një fazë botërore apo europiane, por nuk shkon më larg se aq. Aty eliminohet. Ka më shumë Polonia për vetë për faqe më madhe, më madh, potencial ekonomik më madh. Numër popullsi shumë më i madh. Por Polonia po rinovohet realisht si kombëtare. Pra këto tre emra që përmendëm vetëm ata njohin ne të gjithë. Por nuk do të thotë që ata nuk prodhojnë nga poshtë, domethënë potenciali ekonomik, potenciali i klubeve, numri i popullsisë. Besoj që ata patjetër që prodhojnë më shumë talent se ne në margjin e shifrave. Por nuk po shoh në mbi vlerësim polakëve, as në vlerësim as ne, domethënë edhe në ambient. Të gjithë mundohemi të jemi me këmbë tokë, pra e dim që janë më të fortë se ne, në letër, por nuk do të thotë që ata janë favoritë absolut. Që ne nuk jemi favoritë, kjo është mos e pranueshme se ne po shkojmë luajmë atë. Po të ishim këtu, ndoshta ne mund vinim ke këtë diskutim. Po i nënvecojmë se ne do të mundë se patjetër na bë bashkë transferta. Pra unë mendoj që të dyja edhe kombëtare polakë po deklaratat pavarësisht në media po. Në fakt presidenti Polonisë thonë që do ishte Ata duan shumë kujdes, shumë. Jo, presidenti polakët të futbollit thonë që në rreth Shqipëria do ishte katastrofale. E kështë cilësura se ka ka dështim të vetën, aty s'ka çfarë thotë. Së është dështim ai. Qofse ai është rreth 40 milion popull atje dhe ne jemi 3 milion, nga 2 milion është politikë. Është kur 11 por fuqi ekonomike, të gjitha bëjnë bashkë ato gjë. Prandaj ai e ka dështim të vetën, patjetër. Ai stadium ma mund të frikësoj lojtarët tanë? Nuk mendon se. Ja, nuk besoj. Se ka atmosferë shumë e zjarrt. Mund duket ka shumë si Beogradi. Ka kalu. Jo, po është me pistë. Po është me pistë. Ne u kishim frikë, domethënë ne e paragjykuam stadiumin kur fitum mirë në fund s'ma më nemri. Leskovac. E paragjykuam se shumë më afër do asnjë gjë s'më fare. Aty është me kundërta është shumë i hasë stadium. Dhe unë këtu kam frikë mund do të një gabim në pjesë për qëllimi lojtarë se pastaj perceptimi i imazhit, ko hapësirë, topat gjatë. Po se kujtohet kemi humbur neshe po të kemi top gjatë, ju matmë me top me kohë. Po. Do të neshe pas Silvinës mos gaboj se di Po neshe fare si. Po të rrit top i fau nga mezi fushë të rrit top. Edhe që ndeshë që Silvinja nxori në mënyrë shumë mirë. Po, e interpretu mirë ne. Po gabum vetëm ajo ishte gjithë dhe është një parafshikim i joti për ndeshjen, si mendon? Unë mendoj që do shkojmë në shtesë. Do shkojmë në shtesë. Aty kemi gjyri ta përballuar. Në Vildete shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Falenderoj shumë. Faleminderit. Okej, kjo ishte ndërtimi sa me në Vildete, në kemi sërish së bashku, tjera intervista, për diskutuar gjithmonë për Shqipërinë.